një surprizë tjetër për ty. E përmende burimin. Që sa nuk ka qenë Kosovë? Në lutet që janë një vjetë e dishka. E ke për qefi, po më duket, e dënë. A i ka dërgu një mesazh për ty. A e shohem. Okej. Përshëndetje Radio Televizionit në Stene. Faleminderit shumë që më keni ftuar me kom pjesë e këtij emisioni për me abu një pyetje mysafirët në studio. Bab, bimi jam, qyshia e mirë. Okej, po fillojmë me pyetjen. Pyetja jam është kjo. Bab, atë kujtohet momenti kur ti edhe nana keni vendos me mpru mu në këtë botë. Atë kujtohet. A? Kujtohet, a? Faleminderit shumë, ju përshëndes krejtve. Ciao. Faleminderit Bimit shumë për këtë mesazh edhe që u bu pjesë e emisionit tonë, ishte një surprizë që desha që kam i pëlqy. Timas. Do në thamë pyetja Atë kujtohet momenti kur ti dhe nana keni vendos me sjell në këtë botë. Po shiqo. Në rëtyk. Po të kalëzit drejt. Qëshor, kjo të shqiptarë të manë. Fëmi i porë është Adelina. Nësë, jëmë gëzua në knejt, po interesant të një pjesë e shqiptarë gjenerata jemeni, tek të rritë nuk ka, s'ka nësi kompleks për o femë moshka dhe sen. Gjenerata jemeni kanë që me po thëmijën e parë në moshku në këtë pse, bili sigurohet se, po thamë, të rritë nuk është, edhe gabim është ajo, se ma shumë duhet vojza se djoli. Mirë po, që pyti burimi ato, po shiqo, është tije se kur vjen ato për të bërë një zhvillim të argumenteve seksuale në mesmeje dhe shukris, me bashkëduzimin e rasimit edhe shukris, kemi borë një ankand publik të sinus, kosinus, tangens. Gruja thash, shka ke luan këtë? Thash, një qike kim, thash, të bojnë këto me një vibrim, atëherë në ashtë të ndërën dishka. A e di këtë, hajtë se zoti. A e di këtë që ka qefë në me këtë që nëse e shtazon, ka që me ka moshkë, thaj, zoti. Mi po, ajo që keme sinus, kosinus, e pa të rritë edhe dur burimi. Edhe dhe më thonë... Kjo është përzizja për burimin.